Përshëndetje. Përshëndetje. Prekpllumi ka ardhur tash disa ditë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ka ardhur me marakun për zgjedhjet që do zhvillohen me 11 maj. Kelmenasit kanë një histori të lavdishme, kanë një histori të madhe në mbrojtjet kufive të Shqipërisë dhe bilës ishin të paret që luftuan edhe diktaturën e re komuniste që po vinte. Prekpllumi e man shumë mirë, e man mend atë periudhë, man mend edhe çfarë po ndodh sot në Kelmen, por ka dhe një apel për këto zgjedhje, ka apel për gjithë ata kelmenas që votojnë me 11 maj. Pra keni ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, cili është qëllimi që ke ardhur këto ditë këtu? Po qëllimi jam është se edhe kohën e kam shfrytzuar për marrë në kohën se mu kam marrë në vendlinjen, se kam bërë 70 vjetë në Selës, në Kelmen. Edhe me pa, edhe bjeshtë edhe venet ku jam ku jam rritë, ku janë rritë parte e mi, ku kanë luftuar parte e mi për me mbrojt Kelmenin, edhe këto bjeshtë e venin e tana ka marrë dhe për votime, me votua këtu. Edhe atje Allah në drejtë, po këtu më duket, ajo votë më duket me mirë këtu, me qitë në vendlinje. Si menon se do të votojnë kelmenasit me 11 maj? Po, si do të votojnë kelmenasit është devijua puna e drejtësisë, edhe puna se edhe kuptimit, edhe nën kuptimit votës, se që do në me thonë vota, se edhe pushtetarët kanë bajnë hile, se hilen e kanë ata, për shembull, ata që i lypin në të mënyrë, se lypet vota lypet me punë, me merit, edhe gjithkush në parlamenti është tempull. Po jem shkua me ble karrikën, se karrika është ajo që nuk e vën kryet në karrik, po vën diçka tjetër në karrik, edhe me i bon smet asaj që vën në karrik, edhe me ble, me shpenzu miliona paresh aj që dën me vu në karrik, me nejnë atë karrik, se s'pe për mes e dihet ajo, edhe aj ban gabim për vetin njërë, se hum vet, se aj kush shkon në parlament quhet burr shtet. Edhe i nderuam, na kem thënë gjithmonë për njerëzit që janë kanë figurat njofta, jesi thonë jesi të budet, mu më duke se pe pe ofendon, se aty nuk njëhet në parlament, njëhet në fëmje, shamje, në të analojt e mënyre, nuk respektohet ligjet, për në fëmija, plesht, nuk respektohet një invalid, aty. Ata vetit ja kanë shtua ata kryesorët 1 milion rrogën në muaj, dhe më thonë 12 milion për i vjetë, ja të shtën vetit me i fjalë, a do kërtë, tonë, do kërtë, përsi s'pa bjenë nërmen për ata fukarat. Pra kjo vini çdo vit në Kelmen, se nuk e harroni vendlinjen, si e gjeni sa herë që vini Kelmenin? Sa herë që vi, Kelmenin duket ma i shkret. Edhe sot, Kelmeni figuron 2000 vjetë para Krishtit. Edhe Kelmeni që përmenet në orën e Kelmenit 400 vjetë ma parë në orë i ka për kryet pas Turkut. Aja kënë heroina me male. Edhe kur për pa njërës, kur ma keq sa kënë Kelmeni, se kur ma pak njërës nuk ka pas. Pse po ikun Kelmen si të prek? Po, ai damtari maj math është, me shku të doktori, ty me thonë doktori, çdo njerit me shku të doktori, ty s'ke veç edhe i muaj jetë, ty të humbë shpresën, po pushtetarët kur nuk menojnë për fëmin, për plakun, për smurt, nuk menon, a ju ka humbë shpresa. Çdo njerit thonë, gjithë ka bëhet, po Shqipnia nuk bëhet. Në Shqipni nuk jetohet, atë zhen për krahje, nuk zhen, sot dhe toka, nuk për një të ujna kanë kreh njerëzit në Kelmen, sot edhe ujna, duhen me të mi marrë. Veç me pasu pare, pra ta janë i vend të në Evropë, të njerëzit ma të vetëm
një pastrohen paret. Kjo pra ato nuk pastrohen paret, pa ditë pushtetarët. Ata marrën racionin e vetë, atëherë na tjerë, po kjo është dami më i madh. Praktikë ke jetu të dy kohët, edhe kohën e kooperativa bujësore, kur ishte Kelmeni ishte 6.800 banorë në atë kohë gjithë Kelmeni. Ndërsa sot me i krahasu këto dy kohë, si duken? Vallajt me është gjënof me thonë, edhe marra me thonë, se me jetu në diktaturën më tegër, që ka pas Evropa, në kohën kur ka pas Kelmeni 6.500 banorë, kur ka pas 36.000 kokra bakti timta, që kanë dalë në 14 bjesh që ka Kelmeni, sot ka marrë verën që ka kalua, vetëm shkret. Kanë dalë bela 200 bakti që marrën ato qesën pej poshtë, në Kelmen s'ka. Edhe me qa dëmë me jetua kur fabrika e malsorit e shqiptarit, që janë kënë 70% shqiptarëve kanë jetua në jashtë qytetit, sot kanë shku në qytet, po s'kanë vesh me hongër njëri tjetërin. Atëherë cili është mesazhi jot për këtë zgjedhje? Kur shkojnë para kushtish votimit, gjithë kusht të menojnë një herë na më të parë të menojnë për fëmijën e vetë. Edhe të menojnë ato nana që i ka në fëmijën, edhe ata bukë që i pe hanë këtu, pe hanë me lotë, se nuk besojnë ato kanë me hongër fëmija e mi. Ka Allah si që s'kanë me hongër. Edhe pse jetojnë në Amerikë, në Angli, në Australi, kudo, ka Allah si që i vujnë edhe për bukë. Po të menojnë që këta pushtetare, ata që kjenë, u thame na që ma gjelat, duhet në super gjelat, hajdut. Qënë, thot, korupcion. Korupcioni është hajdut. Me vjedh me miliona e miliona, edhe mos me mojtë përgjegjësi, po të menojnë se vota është gjan e shenjtë. Ai që shet votën, ai shet familjen, shet fenë, shet adhen, shet gjithçka. Sa i paria, për ata flitet për ata burrat e mdhej, që nuk kanë pranuar, që kur s'ka pranuar dhe i hepe për mes, det xhaluli që kanë afru pare, veç me lëshu rrugën me shku në Shkodër, po të pare ma shumë se shpeshon ti me gjithë kalë. Pra, është edhe ai s'ka pranuar, ashtu për aksali, ashtu ton njerëzit. Bani ju besnik për venin taj, menoni për ata fëmijë, se edhe ata mija, bela detyrohen, se i një e lun, i sha prin, mire kanë, a kanë votua socialistat, ata, mire ja kanë bon, pak ja. Tash në Kelmen kanë me votues, mund të jenë 800-900 vetë, nuk votojnë më tepër. Po me gjithë diasporën, si menon se votojnë kelmenasit këtë radhë me 11 maj? Po me 11 maj shpresoj, edhe ata, të keten se ka shkrua një frat, që kanë sy me po, edhe nuk shohin e kanë vesh me një edhe nuk njën. Edhe mos e harroni historinë, se historia përsëritet. Kur kush ka menua se do t'i vetë fadru ma shpis për aksalit të investua mërgjimtarët, të mos mi aqua $500 a $1.000 motër sa nëns vetë, po me i paguaqit nërtohet ka simbol. Pra këtë falënderoj dhe urej që kelmenasit të njëgjojnë të fjalë tuaja. Të urej e të falënderoj edhe ty se pasqyra kombëtare janë gazetarët. Sot aja pasqyra kombëtare, se sot pasqyrohet ma mirë se kur i herë tjetër. Se dikush ka ditë me lexu, dikush ka ditë, po me pashe gjithë kush, edhe një gjithë kush. Pra këtë falënderoj dhe mirë ta kopshim. Faleminderit, mira.